I nderuar Kryeministri i Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti. I nderuar kryetari i Komunës së Gjilanit, zotri Alban Hyseni. Të nderuar deputet të Kuvendit të Kosovës, të nderuar drejtor komunal, kandidat për Asamblenë Komunale, mysafir të nderuar e shumë të dashur qytetarë të Gjilanit. Mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje të madhe, në këtë moment kulmor të fushatës tonë zgjedhore dhe faleminderit që jeni forca dhe mbështetja më e madhe e jona. Plot një muaj fushat zgjedhore, na I keni zgjat duart e na I keni hap dyert e shtëpive tuaja. Keni qenë me ne në çdo hap, duke na ofruar mbështetje kudo dhe gjithkund, sepse ne kemi qenë me ju gjatë mandatit tonë 4 vjeçar, sepse ne I jemi përgjigjur kërkesave tuaja dhe kryetari ynë Alban Hyseni ka qenë në kryet të komunës tuaj, sepse para 4 vitesh ju dhat besimin për të udhëhequr Gjilanin tonë. E bëm të mundur bashk, punuam bashk dhe prap bashk do të fitojmë. Sot, me krenari po e kurorëzojmë një angazhim të përbashkët, një rrugtim që ka pasur në qendër qytetarin, barazin dhe zhvillimin. Kjo fushat ka treguar edhe një herë se Gjilani është zemra që rret fort për vetëvendosjen dhe për të ardhmen që ndërtojmë bashkë. Sot ju falenderojmë juve, secilin qytetar që na ka mbështetur, secilin aktivist që ka trokitur derë më derë dhe secilin aktivist dhe qytetar që I ka dhënë zemër kësaj fushate zgjedhore. Gjilani e ka dhënë mesazhin e vet. Para 4 vitesh, gjatë këtyre 4 viteve, gjatë kësaj fushate zgjedhore, po e jep edhe sot. E do ta vullos me 12 tetor fitoren ton pa balotazh. Në Gjilanin e vetëvendosjes, sot e kemi Kryeministrin e Republikës së Kosovës, Albin Kurti. Njeriu që nuk u dorëzua asnjëherë para asnjë sfide, politikani që gëzon mbështetjen e popullit dhe padyshim mbështetjen e Gjilanit. Kam nderin taftoj për një fjalë rasti para jush kryetarin e lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministrin e Republikës së Kosovës, Albin Kurti. Të dashur qytetarë të Gjilanit, ju falenderoj shumë për këtë mikpritje aq të përzemërt sa që të zjarrt tash kur na ndajnë vetëm 2 ditë e gjysmë nga fitoria e lëvizjes vetëvendosje e numrit 105 dhe Alban Hysenit kryetar edhe për 4 vjet tjera. Ne jemi bashkë këtu si qytetarë të Republikës, jemi bashkë si zyrtarë të shtetit, jemi bashkë edhe si kolegë nga kuvendi
i Kosovës me Labinote Demi Murselin, me Shqipe Selimin, me Arjeta Regjën, me Arbresha Hyseni Kreziun, me Liza Goshin, me Adriana Matoshin, Bajram Mavricin, i cili porsa na u bashkan gjithë nga Kamenica ku ishim bashkë atje. E besoj që rrugës është edhe deputeti tjetër, Agja Avne Dehari, si dhe Hylet Huseni e Ismail Kurteshi, që po ashtu ishin në tubimin që e mbajtëm në Dardon. Qyteti i Gjilanit ka dhënë dëshmor e martir, ka prodhuar veprimtar e intelektual, ka mbrojtur kombin e familjen dhe vazhdon të jetë vatër e qëndresis dhe përparimit. Gjilani është historia e lavdishme, por Gjilani njëkohësisht është edhe ardhmja e ndryshme, që po ndërtohet çdo ditë me vetëvendosjen në qeverisje e me kryetarin e tanishëm e të ardhshëm Alban Hyseni. Albani ka treguar dy elementet që janë thelbësore për qeverisjen e mbar e të mirë, edhe për kushtimin edhe vizionin për qytetin. Me mbështetjen e plot nga qeveria jonë, ai ka realizuar projekte të rëndësishme për shëndetësinë, arsimin, infrastrukturën, zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve. Por të mos harrojmë që një pjesë e mirë e punës në 2 vitet e para të Albanit ka qenë identifikimi i defekteve të trashëguara e sidomos vlarja e borxheve dhe zgjidhja e nyjeve që i patën mbet në Zyrë dhe gjithandej komunës Gjilanit. 17 milion euro borxhe ka paguar për këto 4 vjet komuna e Gjilanit me kryetar Alban Hysenin për shkak të atyre kryetarëve të mëhershëm që se kanë pasur emrin Alban Hyseni. E kjo është një rëndësi e dyfish. E para na tregon për menaxhimin e mirë dhe të përgjegjshëm që po e bën kryetari aktual, dhe e dyta na tregon për menaxhimin e keq dhe papërgjegjësinë e atyre që zyrën e kryetarit komunës e shohin me lakmi, jo për shërbim të tyre, po thjesht për të shërbyer me të. Andaj Albani, si i dëshmuar për të mirë, realisht nuk ka konkurrencë me ata të tjerët para tij që i keni provuar për të keq. Andaj vazhdojmë bashkë e vazhdoni si Gjilan me Alban Hysenin kryetar komunal. Përkundër borxheve, Albani me mbështetjen e plot nga qeveria jonë ka realizuar projekte të rëndësishme, të cilat padyshim që e kanë ngritur në nivel të ri edhe jetën sociokulturore, edhe ndërmarrësinë ekonomike në Gjilan. E këto më pastaj janë përkthyer edhe në të drejtat e realizuara, nevojat të plotësuara e mirëqenie për të gjithë qytetarët. Me rreth 2 milion euro investime kapitale në shëndetësi, në Gjilan ka pajisje treja në ambulanca e shërbime treja për qytetarët. Ka më shumë hapësira të gjelbërta e rekreacioni me 8 parqe të ndërtuara gjithandej komunës. Bujqit i ka mbështetur me 3.4 milion euro subvencione e grante, e me këtë rast më lejoni ta theksoj para jush që pothuajse në çdo komunë të Kosovës, e sidomos në qendrat rajonale të Republikës sonë, unë përmendi Alban Hysenin dhe komunën e Gjilanit si shembull, si argument të politik bërjes e të mirë qeverisjes sonë, sepse të gjithë blegtorëve të komunës u ka dhënë subvencion shtesë, subvencionet nga Ministria e Bujqësisë, 10 cent për litër qumshtë. Të dashur qytetarë Gjilanit, para
afër 5 vjetëve kur kam qenë fushat, për ato zgjedhjet e vitit 2021, që i fituam në mënyrë referendare në 14 shkurtin atij viti, çmimi i litrës qumshit blegtorëve ka qenë vetëm 18 cent. Blegtorët gjithandaj nëpër Kosovë, me lëtë në sy e të mërzitur, thoshin veç gjunah e pëmdhimet me gjuj qumshtin se për që kam hesab, me hyp në automjet e me qumë vend grumbullim, nuk janë le. 18 cent për litër qumshti. Ne ullëm të shkrujmë programin dhe thamë që litrën e qumshtit e garantojmë që do të jetë 50% më lartë se aqë, pra jo 18 cent, po 27 cent. A e dini se orë sot në Kosovë? 54 cent. 2 fishi i premtimit tonë, 3 fishi i gjendje sa të hershme. Por 54 cent është minimumi kudo në Kosovë. Në Gjilan është 64 cent, për shkak se janë edhe 10 cent të komunës së Gjilonit me kryetarin Alban Huseni. Stacioni i ri i autobusëve në Gjilan çdo herë më shumë po merr formë, salla e sporteve për ditë e më afër është renovimit të plot, e punimet në stadiumin e shumë dashur qytetit prej rifillimit në muajin maj nuk po ndalen asnjë ditë. Gjithashtu komunës po ja shton edhe 6 qerdhe, 3 tashmë janë ndërtuar dhe janë funksionale, 1 është në ndërtim e sipër dhe 2 nisin këtë vit. Në Gjilan do të vazhdoj me projekte që prekin jetën e qytetarëve në mënyrë reale, duke i dhënë prioritet arsimit, zhvillimit ekonomik, punësimit të më të tjeshëm dhe mirëqenjes për familje. Në qendër do të jenë pra edukimi dhe fëmijët, kuzhina qendrore dhe mësimi gjithditor në shkolla, laborator në shkolla e qerdhe të tjera të reja për fëmijë, e do të avansojmë edhe mësimin dual duke lidhur shkollat me tregun e punës dhe duke përgatitur të rinjt për sfidat e të ardhmes. Zhvillimi ekonomik lokal është themeli i një qyteti të fortë. Parku industrial i Gjilonit, që do të shërbejë si qendër bashkëpunimi mes komunës, bizneseve dhe investitorëve, e vendos komunën edhe më lart në hartën ekonomike të Kosovës. Bashkë me bulevardin, investimin më të madh historik të komunës, unazën e jashtme, projektet në bujqësi e turizëm, Gjilani bëhet nyje e zhvillimit në Anamorav, kryeqytet i së cilës është kryeqytet i këtij rajoni që shkon prej cepit lindor të Ferizajt e deri në Preshev, prej Kumanovës e deri në cepin verior të Kaminicës. Gratë dhe familjet kanë një rol kyç në zhvillimin e qytetit. Programet për bursat e studentëve, mbështetja për të porsalindurit dhe punësimi i grave do të forcohen, duke u siguruar grave dhe familjeve të kenë mundësi barabarta për zhvillim, integrim dhe prosperitet. Sepse kur kemi më shumë qerdhe, gratë edhe mund të kthehen në tregun e punës, ose edhe mbase t'i përfundojnë studimet të cilët i kanë ndërprerë për shkak të rritjes së fëmijëve. E tash ne do të ndërtojmë si qeveri e si komunë mundësi reale që ta ndryshojnë për një herë e për gjithmonë jetën e qytetarëve të Gjilanit, sepse në të kaluarën kemi shumë kohë të humbur, e tash me Albanin në mandatin e dytë mund të bëjmë edhe shumë projekte të tjera të reja në mënyrë që shpejtësia në të ardhmen sadopak ta zbus atë mbrapshtinë e gjatë të së kaluarës. Ndërmarrësit e ri dhe idetë e tyre janë një tjetër prioritet edhe imi si kryeministër, edhe i Albanit si kryetar. Fondi për startupet dhe ndërmarrësit e ri do të vazhdojë të jetë një mbështetje e madhe, duke krijuar mundësi për punë, inovacion dhe zhvillim ekonomik të qëndrueshëm të bazuar në ushqim e zbulim të talenteve. Është një investim në të ardhmen e Gjilanit dhe kapacitetin e të rive për ta transformuar këtë qytet, ku padyshim bashkëdhetarët tonë do të kenë një platformë, një infrastrukturë të madhe për të sjellë një pjesë të investimit të tyre, e duke u kthyer me investimet e tyre, nga të cilat ata vetë përfitojnë, do të mund të vinë më shpesh në Gjilan e në Anamorav,
e pse jo edhe të kthehen siç ka qenë ëndra e tyre e kahmëshme. Të dielën e 12 tetorit të dashur Gjilanas delni në zgjedhje që të gjithë. Jo gjysma e familjes ose shumica, por jo edhe secili. Sepse çdo votë është njësoj e vlefshme dhe vetëm bashkë të gjitha votat e realizojnë atë që u thanë në hyrje të këtij tubimi, fitoren pa balotazh. Unë kam edhe një interes timin të veçantë për fitoren pa balotazh të Alban Hysenit, se aktivistët, vullnetarët, mbështetësit e mrekullueshëm që i kemi në Gjilan, pas 12 tetorit kishte qenë mirë të vinë në një komunë tjetër ku vetëvendosja ka merr balotazh. Andaj burimet njerëzore që i kemi tek vullnetarët, aktivistët e mbështetësit të cilët i falenderojnë nga zemra dhe shprehim mirënjohjen time të thellë për punën, angazhimin, rolin e kontributin e pamatshëm që kanë dhënë, është mirë të përdoren në ato komuna ku do të na duhet të bëjmë edhe garën e balotazhit, por për ta bërë këtë, Gjilani nuk duhet të jetë në mes në atyre komunave, sepse në Gjilan me 12 tetor të dielën, pavarësisht pas një ore prej kësaj që jemi tani, këtu të mblidhemi për fitoren e madhe dhe festën e jashtëzakonshme të numrit 105 lëvizjes së vendosje dhe Alban Hysenit edhe për 4 vjet të tjera qeverisje të mbaret mirë në komunën e Gjilanit. Sigur këtu 4 vjet me Alban Hysenin, Gjilani i pas luftës nuk i ka pasur asnjëherë. Prandaj është domosdoshme që me votën e juaj edhe ta afirmoni të arriturën e drejtanishme, por të jepni mbështetjet për projektet e reja në vijim. Është shumë kollaj, Albanin e keni me numër 105 lëvizja vetëvendosje, këtu e keni në ballë, domethënë të parin si kryetar, shikimin lart, lëvizja vetëvendosje 105 Alban Hyseni, këta tjerë të ashtu si turbo të spëshim. Por mos harroni, nuk mjafton veç një tik për Alban Hysenin. Për Alban Hysenin e keni flet votimin me ngjyrë të verdhë. Mandej e keni atë flet votimin me ngjyrë të kaltër. Aty e keni prap lëvizja vetëvendosje 105 dhe mandej e votoni njërin prej 38 kandidatëve. Prej numrit 2 deri në numrin 39. Janë 38 kandidatë për kuvendin komunal. Cilin do që e votoni, ju sigurojmë që nuk gaboni. Por megjithatë, përcaktojeni për dikë që në këtë fushat, po edhe më herët, u ka mbushur pak më shumë mendjen, e u ka ngrohur pak më shumë zemrën se sa të tjerët, dhe në këtë mënyrë ai është tiku i tretë. Tiku i tretë në flet votim, i dyti në anën tuaj të djathtë dhe Alban Hyseni projektet e tij, qëndrimet, qëllimet e tij, që i ka si kryetar i arshëm i komunës, atëherë kur do t'jetë në zyrë pas 12 tetorit, si i rizgjedhuri i juaj, me shumicën solide të vetëvendosjes në kuvend komunal, t'i shndroj në vendimet të komunës së Gjilanit. Pra duhet ta ketë edhe mbështetje në kuvend komunal, se shumë prej juve dini, e mas mirë t'je din Alban Hyseni sa shumë ka heq në të kaluarën atëherë kur nuk i kishte një numër apo 2 numra për disa vendime të rëndësishme. Nëse unë tash mund të folë edhe për veti aty në kuvendin e Republikës së Kosovës, në aspekt, po jemi këtu në Gjilan edhe po flasim që na duhet ta kemi shumicën solide në kuvendin komunal. Pra, nuk duhet të mjaftohemi me votën për Alban Hysenin e për vetëvendosjen, por edhe për njërin prej kandidatëve për kuvendin komunal. Para 8 muajve me non shkurt e keni pas më kollaj, 10 veta për 110 shumë më kollaj mi zgjedh se sa njonin tash për 38-ve.
Po, me gjitha të, përcaktojme për dikë dhe mos e lemi pa e plëtsu edhe me tikun e tretë atë shtyllën e skajshme në orën e djathtë të ekranit të cilët ju keni mundur të shihni po pas kohë. Më lejoni që në këtë rast, përveç të gjithë kandidatëve për kuvendin komunal, të gjithë drejtorëve që kanë qeverisur bare mirë, të gjithë deputetëve dhe ish deputetëve, veprimtarëve që janë këtu në mesin tuaj, ta falenderoj edhe bashkëshortën e Alban Hysenit, Gafurës Pahiu Rizin. Unë po vi prej Kamenicës, atje po fiton Kadre Rahimaj, apo fiton në Gjilan Alban Hyseni, apo fiton me 12 tetorëve të vendosja, a do ta ketë shumicën numrin 105. Faleminderit shumë, e tash po eftoj këtu në mesin tuaj të parin e Gjilonit në 4 vjetë të shkuara dhe të parin e Gjilonit në 4 vjetë në vjenë. Alban Hyseni. I nderuar Kryeministri i Republikës së Kosovës, kryetari i Lëvizjes dhe Vendosje, zotri Albin Kurti, të nderuar deputet Kuvendit të Kosovës, të dashur drejtor komunal që kemi qeverisur bashkë për 4 vite me radhë, shumë të dashur bashkëpunëtarët e mi në garën e 12 tetorit, kandidat për Asamblenë Komunale, i nderuar kandidat për kryetar të komunës Klokotit, zoti Armër Emini, të dashur e palodhur aktivist të lëvizjes në Gjilan, shumë të dashur qytetarë të Gjilanit që jeni mbledhur sonte. Mirë se po takohemi në sheshin Recep Mala në Berisha, ku në zemër të qytetit të Gjilanit kemi nisur dikur ndryshimin dhe sonte jemi mbledhur për të vazhduar punën e mirë e zhvillimin për qytetarët tanë. Sonte, përveç që po përmbyllim një fushat jashtëzakonisht të mirë e suksesshme, po e përmbyllim edhe një mandat 4 vjeçar tonin, mandatin e parë, për t'i lënë rrugë, për t'i hapur rrugë mandatit të dytë të qeverisjes. Ky mandat, pra mandati jonë i parë i punës e i qeverisjes, ishte i shoqëruar me shumë sfida, por po përfundan me rezultate të prekshme për të gjithë qytetarët. Dhe pavarësisht sfidave të shumta e pengesave, ne nuk u ndalëm asnjëherë. Sepse për ne, për lëvizjen, për aktivistët, asnjë pengesë politike nuk është më e fortë se sa dashuria që ndjejmë për Gjilanin e për qytetin dhe për njerëzit tanë. Kur kemi marrë drejtimin e komunës, kemi hasur në 2 probleme kryesore. Problemi parë ishin 28 milion euro borxhe që trashëguam nga një keq qeverisje për plot 8 vite me radhë. Dhe vetëm në mandatin tonë të parë, për 4 vite qeverisje, kemi arritur që plot 17 milion euro borxhe të paguajnë, të cilat nuk ishin borxhe për zhvillim, por ishin borxhe të shpronësimeve pa rend, pa kohë e pa nevojë,
e para së gjithash pa projekte dhe pa u projektuar si borxhe në buxhetin e komunës tonë. Ndërsa gjatë pjesës së dytë të mandatit tonë qeverisës, na ndajtën disa vendime të mbindërtimit të cilat siç duket interesi ishte më i madh për individ e për grupe se sa për qytetar. Dhe kjo në kuptoi që problemi jonë i dytë ishte mungesa e shumicës në kuvendin komunal, me që rast kemi ngelur në shumë raste pa projekte, pa buxheta aprovuar, por si që thash më herët, edhe kjo sfidë prap nuk na ndaloi dot. Dhe në këto 4 vite qeverisje kemi dëshmuar se Gjilani mund qeveriset ndryshe. Pra me ndershmëri, me transparencë dhe me përgjegjësi të plot ndaj qytetarëve tonë. Kemi ndaluar në zero krimin e korrupsionin dhe kemi kthyer komunën tek qytetari duke punuar me zemër e me përkushtim çdo ditë e çdo orë të këtij mandati 4 vjeçar. Vetëm për këto 4 vitet e para të qeverisjes kemi përfunduar mbi 100 projekte kapitale në infrastrukturë, kemi investuar mbi 10 milion euro në arsim, në mesin e cilave dhe 6 qerdhe të reja, mbi 3.4 milion euro në mbështetje e përkraje për fermerët dhe bujqt, mbi 2 milion euro në shëndetësi, ku mes tjerash kemi blerë pajisje të mamografisë dhe kemi filluar dhe pap testin, duke parandaluar vdekjen e 10 grave e duke ndihmuar në detektimin e hershëm të kancerit të gjinit dhe të qafës së fëmijës. Si dhe për artin e kulturën, për sportin e rinin, për çka shuhet e një Gjilani, kemi investuar mbi 1.5 milion euro vetëm në mbështetje direkte financiare për organizatat dhe për individët. Ndërkaq, për më të mirët, për studentët tonë, nga 130.000 euro sa kemi gjetur bursat për studentë për 4 vitet e kaluara, vetëm në mandatin e parë kemi ndarë 650.000 euro bursa. Ndërkaq, përveç bursave, kemi filluar dhe me jetësimin e premtimit tonë për fondin për ndërmarrësit e ri dhe për mbështetjen e grave ndërmarrëse me plot 500.000 euro për mbi 128 raste në total. Por edhe kjo, si që thash më herët, nuk na ka ndaluar dot për të vazhduar dhe më tuti. Aktualisht në komunën tonë po punojmë në plot 11 projekte kapitale që janë historike, transformuese, që ndryshojnë qytetin dhe mënyrën se si jetojnë. Këto projekte kanë vlerë mbi 70 milion euro dhe janë si vjetë. Stacioni autobusëve në vlerë për 1 milion euro që në mandatin tonë të dytë do të kthehet në trafik urban, i cili e ndryshon rrënjësisht mënyrën se si udhtojmë mobilitetin dhe qarkullimin. Më pas, kryeministër, si që dene edhe i te, Gjilani njihet si qytet i kulturës, që kemi plot artdashës e artistë, po që fatkeqësisht për qerek shekulli kemi vetëm teatrin si shtëpi të kulturës. Tashmë jemi në proces të përfundimit të ndërtimit të qendrës së kulturës në vlerë për 1.3 milion euro, ku do të kemi kinemanë e qytetit, sallën alternative për teatrin dhe galerinë e re të qytetit të Gjilanit. Më pas kemi rrugën Hamdi Kurteshi, për të cilën këto ditët e fundit e javë e fundit të shoqëruar me shije me borë dhe ka parandaluar asfaltimin e saj, por tashmë në këto ditë do të përmbyllet edhe ai projekt shumë i rëndësishëm në vlerë për 2.4 milion euro. Pastaj kemi qëndrimin ditor për të moshuarit në vlerë për 2.5 milion euro dhe për të vazhduar me sallën e sportit që prej kur unë kam qenë dikur sportist, tash ka më shumë se 15 vjet ka qenë në njëjtën gjendje, e tash po investohen 2.8 milion euro falë Ministrisë së Kulturës dhe Ministrit Harula Qeku, që do të transformoj palesën e do të përgatitet për lojrat mesdhetare 2030. Më pas, shkollën e re të mjekësisë në vlerë për 3.3 milion euro. 30 vjet ka Gjilani shkollë mesme të mjekësisë dhe tek tash me qeverisjen tonë dhe me ndihmën e qeverisë Kosovës po bëhet edhe shkolla e re e mjekësisë. Banimi i përballueshëm dhe social me 71 njësi të reja të banimit, prej cilave 56 për banim përballueshëm dhe 14 për banim social, në vlerë prej 4.5 milion euro falë mbështetjes së qeverisë së Kosovës. Impianti ujrave të zeza, një projekt që studimi kishte filluar në vitin e largët 2012, e tek tash me neve në qeverisjen Gjilan e me kryeministrin Kurtin qeverisjen në nivel qendror,
janë 12.6 milion euro të nënshkruara për fazën e parë dhe edhe 16 milion euro të tjera pritet të nënshkruar në muajin e vijim. Më pas stadiumi i qytetit për të cilën kemi pasur pengesa e kemi pasur sabotazha, por që prapë se prapë projekti po punohet me ritëm të jashtëzakonshëm të shpejt. Plot 12.8 milion euro investim në sportin që e don Gjilani kaq shumë me zemër për klubet tona, për tifozërinë e zjarrt që e ka Gjilani. Më pas, projekti për ujërin e pijës, ku kemi 52% humbje në rrjet, i cili është 15 milion euro investim dhe do të reduktoj humbjen e do të përmirësoj furnizimin. Dhe në fund është bulevardi i qytetit, sepse siç është dëshmuar shumë herë, në Gjilan për vetëvendosin nuk mjaftojnë shëtitoret e vogla, por duhen sheshet të mëdha e bulevardet e gjera. Dhe ky investim për 18